Grenelli duhet ishte sekretari i shtetit po të kishin fituar në 2020-ën. Dhe e ka thënë dhe në një drek me shqiptarët. Do të thënë është fakt që dihet nga shqiptarët e Detroit, nuk është se po e them unë këtu. Donte që e kishte diskutuar me mua përpara, nëse do doja unë të bëhesh ambasadore amerikane në Shqipëri në atë kohë. Po ishte një mundësi që ju të bëheshit ambasadore? Po. Dhe këti, fillimisht ky e kishte diskutuar me miqtan të përbashkët, një muaj përpara drekës. Dhe unë i kisha thënë, ata i kisha thënë, nuk të shkon evi ty në Shqipëri, e ke parasysh amerikanë ata. Dhe unë i thash, wait, një minutë, se dhe mund ta bëj. Dhe e doja në fakt, sepse edhe ja kam thënë Grenellit, kur kam qenë unë e vogël në Shqipëri, më pyesnin njerëzit, ke parasysh që gjithë pyesin çfarë të bësh kur të rritesh? Do të thoja diplomate. Dhe dikush më tha, por nuk ka diplomate femra. Dhe unë i thash, okay, atëherë u mendova, dhe thash, okay, do martoj me një diplomat. Me një ambasador. E bukur kjo. Kam qenë pa e parasysh çat dekurajimi se tash atëherë nuk e analizoja dot se kisha kapacitet. Por ata më thanë nuk ka femra diplomate, pa ata kishin parasysh regjimin komunist. Kupton? Dhe ja kam thënë Grenelli dhe i thash, imagjino sikur të ndolli se si e ke parasysh që fëmijë as e kisha menduar më se ti rritesh të merr ajo jeta reale e Shqipërisë, ndryshimi, emigrimi, e ke parasysh haron këto gjëra. Jo se kisha menduar në një pikë kur kam marrë në Amerikë, por kur kam marrë në fillim në Amerikë dhe nuk dija fillimin dhe ku ta filloja që të futesha drejt asaj rruge. Por ajo ka qenë fillimisht çfarë donte të bënte ai dhe unë i kam thënë, hey, dëgjoj, nuk kam për të thënë jo. Mos i dëgjoj këta. E ke parasysh, por nuk kam për të thënë jo, por nuk për të them po. Po sepse nuk humbi Trumpi, nuk e ftuam në 2020. Nëse do ishte zgjedhur Trump president. Ai do ishte për sekretar shteti. Do ishte po të ishte konfirmuar. Dhe ju do ishte ambasador në Tiranë. Well, do ishte nominimi, po të ishte konfirmuar sërish, po pse mos nuk ishte arsye mos. Po i shohim të mirë. Jam e pastër, domethënë nga pse të bëj një background check ato, domethënë s'kisha për të pas probleme, por kjo ishte ideja. Dhe tash ti them, imagjino të vija unë si ambasadore në Shqipëri, duke mos se pas i dem fare se çfarë bëj në Shqipëri, se tani e di mirë çfarë bëj. Por si vjen jeta ndonjëherë. Dhe më vonë kemi diskutuar pasaj të mbuloja Ballkanin Perëndimor, se e ke parasysh që ky merrem me Kosovën me Shqipërinë. Atëherë kam pas goxha ndikim unë tek Grenelli për se ka qenë shumë bias kundër Kosovës ai në atë kohë për arsye gjot mira, po Zonja Kokalari, përpara se të fillojmë të flasim për historinë e jetës dhe familjes tënde, që unë kam shumë për zëmër ta diskutojmë, do doja një përmbledhje të shkurtër për situatën globale. Lajmi sot numër 1 në botë është vizita e presidentit Donald Trump në Kinë, madje disa portale me sens humori kanë transmetuar pamje, Zonja Kokalari, të vizitës së Mehmetçeut në Kinë në vitet 60, një vizitë e jashtëzakonshme. Në Shqipëri? Në Shqipëri mediata? Mehmetçeu. Po kush e ka transmetuar këtë? Po, në Shqipëri disa portale kanë risjell pamje të vizitës së Mehmetçeut në vitet 60 në Kinë. Dhe është gati e njëjta, po themi, atmosferë. Tani, si vlerësoni këtë, bota, tashmë ne themi është multipolare, jo unipolare, por ka përfituar më shumë Kina, se ky është diskutimi sot të gjitha mediat amerikane, fitoi Kina apo Amerika në këtë vizitë? Është për të parë, por fakti që Trump në Air Force One ka marrë individ si Elon Musk, ka marrë gjitha peshat e rënda. Peshat më të rënda. Më thot që këta kanë shkuar aty me një plan të negociuar përpara, dhe fitore do dali me Amerikën, se Trump është shumë i zgjuar edhe nga ana e optikës për të bërë gjithë të lojë dhe të dalë humbës. Por jam për të parë detajet, sepse siç i themi ne, the devil, domethënë djalli është në detaje. Dhe këto dalin gjithmonë më mbrapa, kështu që është për të parë, unë nuk e shoh, nuk kam ndonjë respekt për Kinën e sotme, Partinë Komuniste të Kinës. Jo, ti mund mos kesh respekt, po a ka interesa Amerika? Kjo është... Po, sigurisht që ka interesa, se Kina është nuk po them superfuqi, se me Amerikën nuk mund të krahasohet, por shumë lart, mund të jetë nivel shumë lart në çdo kuptim.
Kështu që është një element, një faktor që ti nuk e injoron dot, nuk e eviton dot, dhe duhet ta konsiderosh në çdo gjë që bën ekonomikisht apo çfarëdo që tjetë. Por nëse Trump ka marrë mundimin për të shkuar aty me gjithë të entourage që ka sjell me vete, a besoj që nuk i lë ai të shpëtojnë, domethënë. Edhe ai është goxha tough, ka një New York attitude, se Trump është tamam New York attitude. E njëjta attitude që jam maturuar unë me tim shoq që kanë qenë po nga gati të njëjtat background, në kuptimin e fillimeve ku janë rritur, tipik New Yorkers, të dy të marrë me biznese. Sigurisht që Trump i kishte bërë shumë para se kishte goxha para nga jati gjithashtu, po është një mentalitet New Yorkese i të bërit të biznesit, dhe Trump i tillë është në biznes, është shumë i hapur, ti thot cop, pa filtra, por është gjithashtu very tough, që i themi ne. Domethënë nëse ti bën një gabim ai të kthehet në një farfej që të degeneron që i thamun. Atë lloj degenerimi politik që them duhet ta bësh gjithë publikisht se e meritojnë shumica, por duke analizuar atë, Trumpi nuk del në favor të Kinës, vetëm duke parë se ka sjell me vete. Ka sjell gjithë White House, ka sjell gjithë peshën më të rëndë të gjithë administratës edhe financuesit. Dhe në këtë kontekst, si janë raportet e kryeministit Edi Rama me administrantët e Trump, dhe e vlerësua atë fjalimin që mbajti ai në bordin e paqes? Është për mua është një clown. Unë e shoh komplet ndryshe. Ju e shihni nga ana e Shqipërisë. Unë e shoh kush ishte Edi Rama. Unë e shoh si e ka trajtuar Edi Rama, ose çfarë ka menduar Edi Rama për Trumpin. Më shoh mënyrën se si komunikon, shoh mënyrën se si ecën, shoh mënyrën se si vishet, gjestet që bën, që për ulet me Giorgia Meloni, gjitha këto tregojnë për një karakter caktuar që s'është as pak dinjitoz, dhe Trumpi ka folur se ka futur Jared Kushner atyre, ju duheshin njerëz për atë bord, se nuk i vinin, Izraeli nuk donte të fute. Mirë, fjalimi i Ramës ishte i mirë dhe ishte në interes Kosovës, zonja Kokallari. Nuk të dëgjoj. Fjalimi i Ramës ishte në interes Kosovës. Nuk të dëgjoj. Më dëgjon? Tani të dëgjoj, më fal. Kisha një problem me speakerin. Po, fjalimi i Ramës ishte në interes të Kosovës dhe kjo duhet vlerësuar. Ishte, por Rama bëri një gjë të mirë. Kam idenë që Rama futi Vjosa Osmanin aty. Ishte gjë e mirë të ishte në bord të Kosova, jo, por duke qenë se duke futur Vjosën në bord, Vjosa u afrua me Trumpin, dhe donte Trumpi e tha një fjalë, hey, nëse ke probleme më thuaj, it's like a joke, por ty që ta thuash një koment të tillë ose të bësh një joke të tillë, të thotë që të ka rënë në sy dhe ka bërë përshtypje, dhe ajo mjafton. Dhe mua vjen shumë keq ato hoqën ose Albini po bën numër tash me Vjosën, pikërisht që u hap një derë sepse Vjosa donte të hynte në White House dhe me të drejtë. Domethënë, Vjosa nuk ka avancuar asnjë interes personal, se çfarë interesi ajo presidente e Kosovës është, në White House kaloi, ato në State Department takoi, çdo gjë që bënte mbas kësaj ishte thjesht interesi i Kosovës. Dhe ishte një gabim shumë i madh, kështu që. Ja, pra, tani kemi një pjesë shumë interesante të bisedës me ju, zonja Kokallari, për historinë e jetës dhe të familjes suaj. Ju lutem regjia, kemi disa fotografi, para është pema e familjes Kokallari, një familje nga më të mëdha, jo vetëm Gjirokastër, por edhe në gjithë Shqipërinë. Kjo është pema e vogël, më fal, duhet të dërgoja të madhen on ty dhe. Po, kemi dhe pemë tjetër, po të lutem, shkurtimisht mund ta thuash, domethënë me pak fjalë, cila është historia e familjes madhe Kokallari, zonja Kokallari? Të kam dërguar një tjetër ku është Enderi. Po, mbas kësaj lutem regjia, është edhe një tjetër. Më kalo ato që të tregoj. Nëse mund ta zmallosh atë, actually një sekondë se të hap. Po ja, kjo është, full screen. Ja, një sekondë se më duhet ta hap, se aty nuk e dalloj dot shumë mirë, po më jep vetëm një sekondë se. Po, patjetër, prekim. Duhet ta kem diku këtu. Shiko tash, aty, po ta mund më zmallosh edhe një herë. Okej, gjeta. Po. Tash po të shohësh aty, ke edhe degën e Enver Hoxhës. Po. Cila është lidhja e Kokallarëve me Enver Hoxhën dhe jotja? Ma thuaj dhe njerë se unë kam probleme me speaker këtu. Cila është lidhja e Kokallarëve me Hoxhatët, me Enver Hoxhën? Një sekond. A ke probleme me, ja presim pak... Më jep një sekond, mbaj pak një minutë e kamerën të ty të vë një ashtu tjetër. Patjetër, presim pak momente, kemi zonjën Kokallari.
në këtë intervistë live këtu në Dekalog në Dritare TV, është duke folur për zhvillimin politik në Shqipëri, për padinj që ajo ka bërë në Gjykatën e Tiranës dhe kërkon pezullimin e garës për kryetarin e Partisë Demokratike, ndërkohë në këto momente zonja Kokalari është duke treguar në një pemë të familjes Kokalari gjithë detajet dhe historikun e familjes Kokalari, lidhjen me familjen e diktatorit Enver Hoxha dhe të familjes dhe fisit Hoxhatëve që quhet në Gjirokastër. Deri në këtë moment zonja Kokalari ka bërë vërtet disa deklarata të bujshme, por më rëndësishme besoj janë ato që lidhen me garën në Partinë Demokratike. Po, jemi tani? Jemi. Tashti të kam vënë në verë sepse kisha një problem me speakerin. Po, do të kështu që në këtë pemën e kemi pemën zonja Kokalari dhe të lutem na shpjego cila është lidhja e Kokalarëve me Hoxhatët dhe me Enver Hoxhën. Okej. Ke Hysen Hoxhën në pjesën e parë fare, rrjeshtën e parë nga ana jote. Po të qofësh. Hyseni kishte 2 djem, Isain dhe Beqirin. Po. Beqiri është dora, do të thënë dega e Enverit. Po të shkosh poshtë tek Beqiri, kalon tek Enveri, Beqiri dhe kalamajt e Enverit. Po. Isai është 4 gjyshim. Tash Isai u martua me fëmijë dhe Isain e vrau Ali Pashte Pelena 1800 or whatever. Po. Dhe fëmijët la gruan, dhe gruan e kishte të Kokalarëve, të vërtet. Dhe la gruan me 2 djem, që ishte Tahiri dhe Hamiti, 3 djem. Kokalari. Dhe ky Isai, do të thënë vllai i Hysen Hoxhës. Kishte Isai? Isai ishte Hoxha. Hoxha Isai, para se juaj. Okej, so Hoxha ishin të Gjonit këta, me mbiemër Gjoni i pari. Kol Gjoni ka qenë i pari këtyre 450 vjet përpara zbriti nga Mirdita. Nga Mirdita? Për punë. Thon nga Mirdita, nga pjesa e Veriut është, po thon rrethet e Mirditës dhe zbritin nga Mirdita erdhi në Gjirokastër. Për punë, se s'kishin punë atje. Dhe ishin Hoxha. Ishte me mbiemrin Gjoni dhe u konvertua Kamiden në Gjirokastër dhe kur janë konvertuar kanë ndruar mbiemrin Hoxha sepse atij interesonte të merrte të gjete punë. Gjirokastra ishte hub për biznese për gjëra. Dhe prandaj këta tash në këtë pikë njiheshin si Hoxha në 1800-ën. Okej? Kishin kaluar nga Gjoni në Hoxha. 1800. Po se në 1800 e ca e kanë vrarë të sërgjyshin Isain, 4 gjyshin. Po pastaj si kaloi Kokalari? Tash Isai ishte i martuar me një grua nga Kokalarët. Isai e vrasin, e vret Ali Pasha, njerëz të Ali Pashte Pelenës. Po. Dhe edhe ai me politik merre, i luftonte Ali Pashën, ai se gjithë kanë gjë me politik. Po. Ai më ndonjë Enver Hoxha dhe paske në gen Evi. Po është sepse edhe Enver Hoxha po nga ajo deka dal, më kupton pavarësisht se disa nga ne janë pak që ta keni qartë, nuk janë gjithë të saktë. Kanë gjithë nga një del, fatkeqësisht. Dhe Shqipëria ka vuajtur nga i delli, me thënë drejtën, kështu që Isai ai la jetim fëmijët dhe gruaja ai mori fëmijët tek i vllai të riste, dhe i vllai që Kokalar. Kështu që fëmijët filluan të nhifeshin midis mbiemrit Kokalarit dhe Hoxhës. Do të thënë nga Hoxha kaluan Kokalar dhe morën mbiemrin e vllait të Dajës. Po. Të ishin maman Kokalari ata. Do të thënë ata ishin Kokalar të vërtetë se ne edhe në gjatë Kokalari kemi, përderisa jemi pjesë Kamiden tani ti lidhje direkte me Enverin të bie, do të thënë afër jo, po në atë linje. So babi me Enverin janë kushërin të tretë. Babi me Musineja dhe babi ishin Musineja dhe babi ishin një gjenerat. Një gjenerat. Edhe Enveri ishin një gjenerat. Baba juaj si quhej zonja Kokalari? Petrit Kokalari ishte kushëri tretë me Enver Hoxhën. Po. Tani kishe ki parasysh një gjë. Ki parasysh një gjë. Që këta, që kur shkonje tek Isai dhe Beqiri, vlezrit, që njëri u vra dhe tjetri ishte ky Enver Hoxhës, i kishin gjithë shtëpit bashkë. Ai ishin aty bashkë në dhe i urritën bashkë. Do të thënë ishte një afrimitet, do të thënë ndjeshin që ishin kushërin. Për shembull, Isai nga dega babi tim, tash ata që u njoftën si Kokalar, po ishin Hoxha, do të thënë ajo degë e vogël që njihen si Kokalar sot. Kokalarët e përsekutuar flas. Edhe ata, të gjithë janë të lindur në një shtëpi. Për shembull, babi im, babai Gerit, Vilson Kokalari, babai Vilson Kokalarit, gjyshi Ervin Hoxhës. Edhe Ervin Hoxhës, ministrit.
Ish ministri mbrojtjes, që i thot nipi Enver Hoxhës, i mbrojtje, më fal. Gjyshja nga ana e babait e Tritan Sheut. Edhe Tritan Sheut? Ajo ishte kokalar. Gjyshen Tritan Sheut e ka kokalar, dhe ajo ishte halla e babait tim. Dhe ishte martuar me një avokat në Korç, me mbiemër Sheu. Dhe ajo, Hallfero, ishte shumë grua e fortë. Unë se kam takuar ndonjëherë, po historitë në familjen ngeleshin të Hallfero, sepse ajo ndihmonte dhe familjen e babit tim kur vdi gjyshim dhe ai la jetim fëmijët. Tani, babi juaj e njihte Enver Hoxhën, kishte marrëdhënie, kishte kontakte? Jo, nuk ishte kontakte se ishte i vogël. Po Musinea ka lindur në një Musinea ka pasur kontakte? Musinea ka pas kontakte se ishte më e madhe në moshë dhe humor me politik. Nuk ma mendje që ato mund të kem pas kontakte edhe në Gjirokastër, se nuk e din çfarë arbiti ka shkuar, është larguar në Enver Hoxha, po vëllezërit e Musineas kanë qenë profesorët e Enverit. Tashti edhe ata e ke pres. Po pra, edhe ata i vranë, se ata e njihshin se kush ishte. Se kur do të thënë dinin që ishte një clown, ishte një kishte ambicie Enver Hoxha, por ambicie kishte shumë ai në fakt. Sa i donte të martohej edhe me motrën e Zogut, kur ishte Zogu në karrierë, do të thënë ishte karrierist, po ta marrë shofoll. Nuk ishte komunist, se njerëzit mendojnë se Enver Hoxha ishte komunist. Cila ishte marrëdhënia e Enver Hoxhës, sepse dihet ai dialogu që i vajti në zyrë Musinea i tha, me çfarë do ta bësh Shqipërinë, i tha. Nuk ka ndodhur, nuk e di ka ndodhur në zyrë ajo. Po tash Musinea, përveç Jati gjyshi, përveç se lidhjen që ka pas që këtej me sa di unë, mamaja Musines ishte gjithashtu kushurire e parë me maman e Enverit. Se martoheshin gjithkohon, do të thënë, unë kam pas 3 teza, të trejat martuar me Gjirokastrit. Halla, martuar me kokalarët e vërtet. Që kur unë isha e vogël i thoya, pse ka dhe ky mbiemrin kokalari? Dhe ajo thoshte se jemi geni fort dhe ka marrë nga ne, thoshte ajo talli, po e ke parasysh ato i shqiptisat. Babi ishte kushurim me paxhanakët, se gjithë ishin Gjirokastri, do të thënë ishin mund të kenë qenë 20 familje, më tepër se 20 familje që njiheshin me njëra tjetrën. Do të thënë Gjirokastra ka qenë në atë kohë në 1930, them ja 30.000 veta, s'ma hamunet këtë pas më shumë se 30.000 veta. Dhe imagjino sa familje Karagjozët, ka qenë një familje shumë e madhe, nga gjyshja e mamit, për shembull, edhe ajo ishte e martuar në Zekat, po vetë ishin me mbiemër, më duket se ishin Beko, Shutmi, po Çano, do të thënë ishin të gjithë familjet Gjirokastrit. Unë po të hyja të merja rrugën e sokakun e të marrëve që i thonë to, dilja nga palortoja e vogël që ishte halla, shtëpia e martesës së hallës, ngjitesha tek sokaku i të marrëve, dhe vetëm te sokaku kisha njerëzit nga mami. Do të thënë, në krye ishte Zekatët që kishin shtëpinë përballë me Enver Hoxhën. Dhe mamaja mamit ka qenë shumë shoqe me gruan e Bariomarit, që ishte motra e Enverit, për shembull, sepse aty e kishin Enverit. Sa i hypje lart sokakut marrit, filloni gjithë shtëpitë e kokalarëve, të hoxhatëve që ishin gjithë ta, që po diskutojmë tani, domethënë, dhe ngjitesha pak më lart ishin çuberatët, qartë. Gjirokastra ishin gjithë martuar. Ju jeni njohur me familjen e Enver Hoxhës? Well, këquan familja. Familja? Do thënë Enveri ti... Jo, nuk kemi pasur asnjë lidhje me ata.